Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush një dyshim tjetër që banorët kanë filluar të shprehin apo të shfaqin në shtëpinë e Big Brotherit. Marrëdhënia është shumë përfolur e Laertit dhe Rozana Radit. Laerti dhe Rozana kanë treguar që në ditën e parë që janë fqinj, jetojnë në një hyrje, njihen që të vegjël. Rozana thot jemi takuar vetëm 2 herë, kemi pirë kafe. Në anën tjetër del që Laerti tregon që Rozana ka pi kafe me Laertin me një komshi tjetër, dalin që janë miq shumë të mirë, për shembull në mesazhin që Olta Gixhari ka sjell në shtëpinë e Big Brotherit gjatë kohës kur e takoi motrën e saj, Gertën, tha që i përshëndes me zemër 2 shokët e mi, Laertin edhe Rozanën, dhe kjo nënkupton që Laerti dhe Rozana janë miq të vërtet mes njëri tjetrit apo një lidhje dashurie. Po të bazohemi tek mesazhet të cilat vinë në shtëpinë e Big Brother nga Big Love, të paktën nga miqtë të Rozanës edhe të Laertit, kemi shumë afërsi miqësore mes tyre. Domethënë kanë të njëjtët miq, kanë të njëjtën shoqëri, kanë të njëjtin grup të shoqërisë. Të paktën Gert Fera i pati thënë Rozanës që ti nuk je e vërtet në atë historinë mbi të cilën ti e tregon me Laertin, dhe Laerti nuk është i vërtet në historinë mbi të cilën ai e tregon me ty. Rozana nuk e godet asnjëherë Laertin, nuk ka diskutime asnjëherë me Laertin, edhe grindjet e tyre janë le të themi të patjetërsueshme në shtëpinë e Big Brotherit, se ndoshta do të binin edhe më keq në sy që ato kanë një lloj afrimiteti më të madh, dhe kjo e bën për të çuar në dyshime shumë të mëdha dhe për të dhënë një lloj mendimi tek të gjithë banorët se çfarë në të vërtet është Rozana dhe Laerti, çfarë i lidh ato të dy. Banorët kanë filluar të krijojnë mendime të ndryshme. Për shembull, ca nga banorët thonë që Rozana dhe Laerti janë të dashur. Ca nga banorët thonë që Rozana dhe Laerti janë çift. Ca nga banorët thonë që Rozana dhe Laerti kanë një lidhje, kanë një njohje. Domethënë patjetër që ka një njohje, se po të jetosh në një ndërtesë vetëm budalla po të jesh të besosh që vetëm 2 herë jemi takuar në një shkallë. Unë me komshijet e mi takohem le të them 10 herë në javë, sepse na bie pothuajse po i njëjti orar kur dalim nga banesa, po të njëjtat angazhime, po të njëjtat momente, po të njëjtat situata, dhe nuk më duket interesante apo nuk më duket e çuditshme në qoftë se Rozana është takuar gjithmonë me Laertin dhe ka një lloj miqësie të vërtet, dhe nuk e kuptoj pse nuk e tregojnë këtë. Nuk e tregojnë ndoshta sepse mendojnë se kjo gjë do t'i dëmtonte brenda në lojë dhe nuk do të shkonin të dy në finale, sepse zakonisht kur 2 njerëz janë të njohur njëri digjet, pretendojnë që të dytë jenë në finale, pretendojnë që të dytë shkojnë kokë më kokë, ndoshta edhe njëri të jetë fitues. Kjo mund të jetë strategjia e parë që Rozana dhe Laerti përdorën, ndërsa strategjia e dytë mund të jetë edhe pika që Rozana ndjen një gjë të vërtetë apo Laerti ndjen një gjë të vërtetë për Rozanën edhe nuk duan ta thonë. Domethënë, janë ngjarje shumë interesante që po ndodhin, janë spekulime lart e poshtë shumë të mëdha që po fliten. Unë dua të marr mendimin tuaj për këtë video, si mendoni ju? Ekziston një histori dashurie mes Laertit dhe Rozanës dhe është gjithçka e përfunduar, e mbyllur këtu, apo është një njohje tyre shumë e madhe për jashtë, edhe nuk duan ta nxjerrin në Big Brother, ndërsa në Big Brother duan të tregojnë vetëm atë afërsinë e 2 herë takimeve të shkalla që ka ndodhur. Shkruani komentin tuaj dhe ne do të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur informacione tjera pranë jush.